Por veçanërisht kam punuar edhe në ishull, edhe në Ministrinë e Mbrojtjes. Ashtu siç e tha dhe komandant Hashimi edhe kryetari, që këtu ne mbjellemi se kemi shkallën e besimit nga njëri tjetrin. Për ne mbjellemi këtu, dashuria nga njëri tjetër shumë e lartë. Megjithëse jemi në mosha të pensionit, po mbjellim. Edhe mund të nëpërmjet komandant Hashimit, për gjithë oficerët e flotës që kanë punuar bashkë me komandantësit, që t'jenë gjithë mirë me shëndet e krorë edhe batës, ku do një kanë tjetë, edhe të parë. Komandantë nëpërmjet ju gjithë marinës shëndet. Vetëm marinarëve, po gjithë ushtarakëve, kudo që janë. Gëzuar. Komandant Hashimi, unë para jave ishe... Oh, sorry, ju kërkoj ndjes. Shoqatë dhe gjithë ushtarakët në dëshmëri e lartë. Ju kërkoj ndjes. Edhe shëndeti, gjitha janë gjitha. Duke pas njëri tjetrin, si vlezër, si ashtu, do të ngrem një dolli për familjet e juaj që na ka siguru kushte për të punuar ne, që jemi sot. Familjet ta gëzojmë, edhe të fëmijët ta gëzojmë. Gjuar komandante. Kemi me që foli për këta të marinës, unë e ti kemi patur edhe ata të ishurit. Ishurin të asusim të gjithë brënda e tonë se kemi patur shumë shok të mire e tonë gjitha. Ja dhe bashkimin atë kemi patur të Por, nëpërmjet komandant Hashimit, do të themi gjë të veçantë tash. Është një urë lidhëse midis marinës edhe neve kambaneve, si ta thonë ne marinarë. Urë lidhëse. Është simboli i urës lidhëse midis nesh kemi edhe marinës. I vetmi person që ne unifikohet, edhe i mbjellën gjithë komandant Hashimit në rrjetë. Suksese komandante, edhe apelitari e gjendit me të madhe këtë problem. Ose më e mungo. Prap, edhe të vitet të dhe vajzat tua. Gëzuar për këtë. Gëzuar.